Edicioni të Big Brother VIP Albania po I vjen fundi, por lidhja mes Gjestit dhe Eglit duket se është ende në një pikë të pasigurt. Edhe pse ndodhen në prag të përfundimit të eksperiencës së tyre në shtëpi, ata nuk kanë sqaruar ende marrëdhënien e tyre që kanë krijuar gjatë kohës që qëndruan brenda shtëpisë. Anoria shpreson se mund të ketë diçka më shumë pas përfundimit të programit jashtë shtëpisë, por këngëtari Pejan ka qenë I qartë në qëndrimin e tij duke I bërë të ditur se nuk ndjen të njëjtin emocion dhe se nuk është I gatshëm për një lidhje. Në një bisedë natën vonë, Egli shprehu ndjenjat e saj duke I thënë Gjestit: "Nuk jam e lënduar, s'ka asgjë për të më lënduar, ndihem çuditshëm se s'po dukesh I qartë." Nga ana tjetër, Gjesti e siguroi se nuk ishte dhënë asnjë premtim. "Po ndihem keq kur po të shoh keq, ke mendime shumë të këqija. S'të kam thënë asnjë premtim. Jashtë e ke më lehtë, të kam treguar, nëse nuk na shkon, nuk shkon. Nuk shkon asgjë me zor." Duket se lidhja atyre ka mbetur pezull me të dyja palët që nuk kanë mundur të gjejnë një rrugë të përbashkët. Edhe pse Egli insiston për një mundësi jashtë shtëpisë, Gjesti ka qenë I prerë që nuk dëshiron të vazhdojë më tej këtë histori, duke e bërë të qartë se nuk ndjen të njëjtën gjë.